ka ardhur një vajzë nga e kishin sjellë, kishte shkollën pasdite. Dhimbje koke dhe e shtrojnë, ndërkohë që të tjerë me temperaturë, të tjerë me lloj problematikash. E kishin sjellë, nuk e kishin sjellë as familjarët sepse s'kishin arritur t'i lajmëronin. Dhe pa i mend që sytë ati fëmijë nuk kanë për t'i harruar ndonjëherë. E pash dhe i them një infermiere që sa t'i vinë familjarët që të marrë anamnezën e mirë, ridikush këtu, se natyrisht është frika e spitalit, dhe pas një 5 minutash më vjen doktoresha, nuk më duket mirë. Nisem dhe shkoj dhe me të vërtet vajza ishte keq, me sa duket ishte një stadi avancuar hipertensioni endokranial, tumori cerebral, me zor arritën ta çonin në terapi intensive. E vetmja gjë që di të them është nuk kam takuar asnjëherë familjarët, nuk arrita t'i shikoj sepse ndodhi e papritur, por ajo që s'duhet të ndodhi. Por mbaj mend që shumë kohë nuk kam arritur të marr veten dhe sot mund të kem kaluar 25 vjet, prap është i vetmi rast që i kujtoj gjithmonë.